일단 그 알바니아 유라를 방문해 주신 총리님, 이와 장관님들께 일단 뭐 환영 인사를 드립니다. Ju falenderoj edhe mirëserëtët edhe ju kryeministër, sidomos edhe gjithashtu ministrat të tjerë, edhe ju jeni mikëpritur shumë edhe është mirëserëtët. Po. Shumë faleminderit për mikpritjen. Këtu ndodhemi tek Jura, një nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri, do thoja unë, e cila është regjistruar në vitin 2018, por Jura është një nga sukseset më të mëdha të AIDA, për të thënë të drejtën. Mua më ka qelluar për shkak detyrës se ta ndjek të gjithë avancimin e këtij projekti, që në fillim duke një projekt që nuk do të zgjerohej kaq shumë, ka nisur vetëm me 300 punonjës në vitin e parë dhe madje ishte edhe vështirë për t'i bindur punonjësit që t'i bashkoheshin Jurës, por sot kryeministri Jura ka 1996 punonjës. Dhe për më tepër, në të gjitha takimet që ne kemi pasur, Jura synon të arrijë 3000 punonjës, që duket sfiduese, megjithatë unë duhet ta them që në të gjithë qarkun, edhe para pak ditësh kam qenë në Mallakastër në një vizitë, më është kërkuar që ti kërkoja menaxhmentit të Jurës për të marrë edhe punonjës nga Mallakastra. Mosha mesatare këtu janë të rinj dhe të reja, siç e shikoni, punojnë me turne, kushtet të paktën nga gjithë bashkëbisedimet që unë kam pasur me punonjësit këtu janë optimale. Këtu prodhohen kablo elektrik për automjetet, praktikisht, dhe të tjera pjesë të vogla elektrike për të gjithë llojet e automjeteve koreane, dhe sigurisht kërkesa e tyre ka qenë edhe për ta zgjeruar më tej këtë ndërmarrje, jo vetëm me numrin e punonjësve, por edhe me sipërfaqet, pasi kanë teknologji shtesë për të sjellë në Shqipëri. Është për t'u falenderuar e gjithë puna që Jura ka bërë, mënyrën se si ka menaxhuar deri tani ndërmarrjen, burimet njerëzore dhe mbi të gjithë kontributin që jep në ekonominë e qarkut të Fierit, sigurisht dhe në ekonominë shqiptare. Jura është një nga ato shembuj për t'u ndjekur të investitorëve të huaj në Shqipëri, të gjithë bashkëpunimit midis agjensive qeveritare, siç është rasti i AIDA-s, por edhe të investitorëve të huaj, dhe padyshim Jura ka kontribuar në atë që ne e themi me krenari sot, nga 17% që ka qenë papunësia në vitin 2013, sot është vetëm 8.3 dhe është padyshim një shifër historike kjo, pra një ulje e ndjeshme, ku ne besojmë që do të ulet edhe më tej në të ardhmen. Unë po ja kaloj fjalën Ministrit Financave, Petrit Malaj, për të gjithë risit dhe paketat financiare që parashikon qeveria shqiptare. Përshëndetje gjithë, është një kënaqësi që të jemi gjithë bashkë këtu. Të jemi në fakt në një histori suksesi të një investimi të huaj, të ndodhur në Shqipëri, dhe kjo në fakt nuk është një rastësi, sepse në qoftë se do t'i referohemi shifrave, në këto 10 vitet e fundit, në fakt Shqipëria ka qenë një magnet për sa i përket investimeve të huaja direkte, po ta marrim dhe ta krahasojmë edhe me vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, do të shohim që Shqipëria ka tërhequr më shumë investime të huaja direkte se sa çdo vend i Ballkanit Perëndimor. Në qoftë se do t'i referohemi vitit 2025, Shqipëria në fakt arriti një rekord historik për sa i përket thithjes së investimeve të huaja direkte, ku vetëm në 9 mujorin e parë të vitit 2025 arriti të tërheqi rreth 1.6 miliard euro. Natyrisht që të qenurit një vend atraktiv për investimet e huaja direkte kërkon 2 komponent që janë shumë të rëndësishëm. Së pari kërkon stabilitet politik, por edhe stabilitet ekonomik. Për sa i përket stabilitetit ekonomik, Shqipëria po ashtu në 10 vitet e fundit shquhet si ekonomia me rritjen më të shpejtë. E kemi trefishuar ekonominë shqiptare në vetëm 10 vite. Kemi trefishuar të ardhurat për frym. Kemi ulur borxhin publik nga 74% që ka qenë para 10 vjetësh në 53%. Kemi ulur papunësinë, një nga indikatorët kryesor, nga 17% e kemi ulur në 8.3%.
që është një normë papunësie shumë e ullët se sa mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, e cila është mbi 10%, dhe jemi shumë pranë normës së papunësisë që është në Bashkimin Evropian, e cila është vetëm 6%. Pa diskutim që ne do të vijojmë të mbështesim investimet e huaja direkte, ne kemi paketa për investitorët e huaj, dhe Shqipëria do të vijojë të mbetet një vend mikpritës i investimeve të huaja direkte. Ju faleminderit për vëmendjen. Shumë faleminderit, mirë se ju gjetëm në shtëpinë tuaj. Ne në fakt prej disa ditësh jemi duke folur për ekonominë, për zhvillimet ekonomike, Ministri i Financave i përmendi të gjitha ato tregues kryesorë të ekonomisë, të cilët janë të gjithë të ndërlidhur me njëri tjetrin. Në fakt zhvillimi ekonomik përcillet në më shumë biznese. Vetëm në vitin 2025 janë regjistruar mbi 20.000 biznese të reja dhe vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2026 janë regjistruar mbi 2700 biznese të reja, të cilat kanë gjeneruar më shumë të ardhura, të cilat reflektohen në shifrat e rritjes ekonomike, në shifrat e investimeve, të cilat kanë nevojë për këto biznese kanë nevojë për më shumë punonjës. Pra kërkesa për vendet e punës është më e lartë dhe pa diskutim, duke qenë të ardhurat më të larta dhe aftësia paguese e bizneseve është më e lartë. Ndaj dhe pagat kanë ardhur çdo vit e më shumë në rritje. Ne në fakt kur morëm detyrën në vitin 2013, paga minimale ishte 22.000 lek, 220.000 lek të vjetra, ndërsa nga 1 janari i vitit 2026, duke parë të gjithë zhvillimet ekonomike, ne vendosëm që paga minimale të shkojë në 50.000 lek ose 500.000 lek të vjetra. Ishte një vendim i cili është diskutuar gjatë ndërmjet nesh, a është i duhuri, a mund të arrisim pagën nga 40 në 50.000 lek nga një vit në një tjetër, dhe ne gjykuam që ishte i duhuri, sepse pjesa më e madhe e bizneseve, në fakt, ishte tashmë duke e paguar pagën 50.000 lek, pasi paga është çmim. Dhe është minimumi që ne mund të bëjmë për punojësit që të ndjekim tregun dhe të caktojmë pagën minimale aq sa tregu kërkon. Megjithatë, sigurisht që këtë vendim nuk e shoqëruam vetëm me vendimin e rritjes pagës minimale për të punësuarit, duke menduar për ato të punësuar që marrin paga më të ulta. Menduam dhe për biznesin dhe për këtë arsye në buxhetin e vitit 2026 u vendos një shifër, vendos një vlerë e cila do të shkonte për të rimbursuar të gjitha bizneset, për të gjithë të punësuarit që ata kishin me pagë minimale në 3 mujorin e tretë të vitit të fundit. Pra të gjithë të punësuarit me pagë minimale, që kanë qenë me pagë minimale në shtator të vitit kaluar, kur ne vendosëm që do ta fusnim në buxhet rritjen e pagës minimale, do të marrin një rimbursim të kontributit të sigurimeve shoqërore, të kontributit shtesë të sigurimeve shoqërore për diferencën ndërmjet pagës minimale apo një pagë nën 50.000 lek dhe 50.000 lekshën. Këtë çdo biznes mund ta kërkojë çdo muaj apo për një periudhë më të gjatë deri në 9 muaj nëpërmjet e-Albanias dhe aplikimi është shumë i thjeshtë, është brenda shërbimeve të AKP-s. Ato biznesi duhet vetëm të hyjnë në Albania, të kërkojë aplikimin për rimbursimin e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe duhet të vendosë numrin e llogarisë ku ai kërkon që ky rimbursim që qeveria do t'i japi do t'i kalojë. Që sot çdo biznes mund ta bëjë këtë aplikim për gjithë 3 mujorin e parë dhe nëse preferon që parat t'i marrë çdo muaj, mund të aplikojë çdo muaj, nëse preferon që parat t'i marrë një herë, mund të aplikojë një herë brenda muajit shtator të këtij viti. Ndërkohë që
Patjetër që para se të vinit ju kryeministër, unë pata një bisedë me të gjithë, me disa nga punonjësit që janë këtu sot. Numri në fakt në publik është shumë i vogël. Bela e tha që numri ka arritur gati 2000, ka arritur projeksionet që ato kishin dhe është realisht një rast suksesi e cili ka ndihmuar të gjithë ekonominë e Thierit dhe të gjithë familjet e Thierit dhe të punësuarit po më tregonin eksperjencat e tyre brenda kompanisë. Është një kompani model e cila jo vetëm ka një pagë mesatare që shkon në 65.000 lek, por është një kompani e cila çdo vit rrit me vjetërsinë e punës si aplikon, siç aplikojmë ne në shtet, siç kemi filluar të aplikojmë ne në shtet në të gjithë profesionet e mjekëve, të infermierëve, të ushtarakëve, të policëve, por edhe të administratës, të mësuesve dhe këtu çdo vit paga e punonjësve rritet me vjetërsinë e punës. Dhe për këtë them që është një shembull, pasi eksperienca e të punësuarve këtu, jo vetëm që ata kanë një mundësi që të rriten në detyrë dhe patjetër që pagat fillojnë me nivelin minimal dhe me rritjen në të detyrë dhe me rritjen në përgjithësi shkojnë në nivele më të larta, por dhe vetëm duke ndënjur në punë me gjatësinë ato arrin që të marrin një pagë më të lartë përveç kushteve. Ndaj më vjen mirë që jam sot këtu, që jemi sot këtu të flasim për zhvillimet ekonomike, për pagat, të cilat padyshim që ne do të vazhdojmë të tentojmë të rrisim, por sigurisht krah më krah me rritjen ekonomike dhe me kapacitetin që biznesi kanë për pagat, për t'i paguar këto paga. Ndërkohë që të fundit fare dua të flas pak për industrinë automotive, sepse është shumë interesante që kjo përveç se është një industri që punson dhe punson mirë, është një industri e cila është e ndërlidhur totalisht me gjithë zinxhirin e vlerës të Europës. Këtu asemblohen disa pjesë dhe punohet në të gjithë sipërfaqe të mëdha për t'i asembluar pjesët, për të ndërtuar qarqe që shërbejnë për të ndërtuar makina si Kia dhe Hyundai. Këto pjesë, disa prej pjesëve të makinave në fakt bëhen dhe në Serbi dhe në Poloni, dhe të gjitha makinat pastaj mblidhen në Çeki dhe në Slovaki. Dhe këto makina janë pjesë e grupit Stellantis dhe ç'është më interesantja është që ne kemi një kompani tjetër këtu në Shqipëri që ofron një tjetër shërbim për grupin, është një kompani e inovacionit, inovative, e cila bën të gjitha testimet mbasi makinat asemblohen, bën të gjitha testimet e gjithë impianteve të makinave, a janë gjithë impianteve elektrike, a janë në rregull, a kanë defekte. Ajo që dua të them është që Shqipëria tashmë është bërë pjesë integrale e zinxhirëve të vlerës së shtuar të bizneseve dhe të ekonomisë europiane dhe ky është modeli që në fakt neve duam të promovojmë. Këto janë modele të cilat ne do të na bëjnë që të mund të arrijmë të gjitha standardet e Bashkimit Evropian. Shumë faleminderit për mikpritjen. Mua më kujtohet kur kemi ardhur këtu ditën e parë që janë hapur dyert e kapanorit parë dhe në atë fillim, në mos gabohem, ishin 300 punëtor dhe e kam dëgjuar me shumë vëmendje përshkrimin e përfaqësuesve të kompanisë, të cilët e ndanë me ne ambicien për të përshkallëzuar prodhimin. Dhe i vetmi shqetësim që kishin ishte a do të gjenin krahun e nevojshëm të punës. Natyrisht që ishte një shqetësim jo i pabazuar, por më vjen jashtëzakonisht mirë që sot këtu janë 2000 punonjës, për të qenë sakt 1996, dhe ambicia është për të shkuar në 3000. Dhe më vjen mirë po ashtu që nga të gjitha informacionet që ne kemi marrë për kompaninë, opinionet e punonjësve janë pozitive dhe këtë e tregon fakti që punonjësit nuk largohen nga kompania, se nuk është
thjesht çështja e opinionit. Po e tregon fakti që nuk largohen nga kompania. Dhe në këtë pikë, gjëja që ka më shumë, besoj unë, rëndësi, për te pagës është fakti që kompania kujdeset për të gjitha garancit për punojësit dhe nga ana tjetër kujdeset që qoftë të japi ato orët shtesë për turnin e tretë, në mos gabojmë, qoftë që të garantoj të gjithë sistemin e marrëdhënieve mes punojësve dhe punëdhënësit, bazuar në standarde etike të cilat janë në fakt standardet që duhet ketë çdo kompani. Dhe prandaj ne jemi besim plot që kompania do ta realizojë dhe objektivin për të shkuar në 3.000 punonjës, në ndërkohë që ne do vazhdojmë të arrisim pagën minimale. E kemi marrë këtë angazhim, por kemi marrë po ashtu angazhimin që duke rritur pagën minimale të mbështesim këtë proces rritje me faza tranzitore lehtësuese për punëdhënësit që t'i adoptohen rritjes së re, siç aktualisht po bëjmë, ku 9 mujori i parë pas rritjes pagës ka sigurime shoqërore dhe shëndetësore të mbuluara nga fondi i shtetit, fondi i sigurimeve dhe jo nga punëdhënësi. Por për te i realitetit saj kompanie, ne kemi ardhur edhe për të bërë që nëpërmjet kamerave, mediave, njerëzit të shohin se si po ecin punët e Shqipërisë edhe në këtë drejtim, pasi askush nuk flet për realitetin e kompanive në Shqipëri, duket sikur Shqipëria nuk ka kompani, sikur Shqipëria nuk ka prodhim. Po të hapësh pasqyrat e informacionit në për ato ekranet e celularve, apo në ekranet e televizorve, dëgjon thashe theme, dëgjon sajesa, dëgjon akuza, dëgjon gjithë farë lloj gjërash që shqetësojnë elitën e bulevardit të Tiranës, por zor se merr vesh dhe dëgjon që ekzistoka në Fier një kompani me 2.000 punonjës që është pjesë e rrjetit të prodhimit të automjeteve Kia dhe Hyundai dhe që bën këtu jo atë fasonerinë e dikushme, por bën manufakturë të standardeve më të larta ndërkombëtare. Nuk ka nga e dëgjon, s'ke nga e merr vesh. Ashtu si kundër s'ke nga dëgjon dhe merr vesh shumë gjëra tjera. Por është pikërisht ky realiteti i përditshëm i punëve të Shqipërisë që bën që Shqipëria sot të jetë në një pozitë tjetër ekonomike, që Shqipëria sot mos ketë më pak se 10 miliard euro prodhim të përgjithshëm, po të ketë 27 miliard dhe të synoj për të shkuar në 35 miliard në këtë dekadë. Që Shqipëria mos ketë më 300-400 milion euro investime të huaja, siç kishte kur ne kemi marrë këtë të përpjet, po të arrijë në 1.6 miliard, një shifër do me thënë se kjo e vitit shkuar dhe është një shifër e përkthyer në realitetin ekonomik dhe që bën që pagat të rriten edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, që të ardhurat në buxhet të rriten për të bërë më shumë investime dhe patjetër që të rritet dhe vetdia se njerëzit e punës duhen respektuar jo thjesht duke u dhënë pagën, por edhe duke u njohur vjetërsinë në punë, gjë që ndodh në këtë kompani, po gjë që tani më është kthyer në ligj edhe për sektorin publik, jo se ne nuk e dinim dhe nuk donim ta respektonim, po s'kishim mundësi. Sot ekonomia na jep këtë mundësi që ne t'i thejmë mësuesve, mjekëve, punonjësve të policisë,
ushtarakëve, punonjësve të administratës, që kur kaloni një numër të caktuar vitesh, vjetërsia në punë lexohet tek paga, jo thjesht tek nderimi dhe respekti për njeriu. Po kështu indeksimi i pagës është një gjë tjetër që ne kemi futur si risi në financimin e pagave të punonjësve, gjë që se kemi pasur deri dje sepse s'kishim mundësi ta kishim. Dhe po kështu rritja e pensioneve e me radhë të tjera. Kështu që duke kuptuar shumë mirë që jeni zgjedhur një grup i vogël këtu se tjerë duhet punojnë dhe besoj që jeni okay me ne se ndërkohë jeni ulur s'po punoni, po këta koreanët janë shumë pedant, kështu që kanë zgjedhur grup të vogël këtu se kanë menduar tani se si do ta kompensojnë atë orën që ju jeni me ne. Po kam besim që nuk do t'ja u marrin si orë shtesë kur ne t'ikim. Dua t'ju falenderoj shumë, edhe të falenderoj edhe përfaqësuesin e kompanisë për mikpritjen. Edhe do ju lutesha shumë që me mundësitë që keni t'ja përcjellni falenderimet edhe kolegëve korean që keni aty në fund të rreshtit, që me sa kuptoj nuk e kanë mësuar akoma as shqipen as dialektin e Myzeqes. Kështu që po pat mundësi kur t'ikim ne thuajeni dhe atyre që i kemi falenderuar. Shumë faleminderit edhe për përkthyesen. Po ti ku e ke mësuar shqipti? Ha? Jeton në Tiranë. Po pse jeton në Tiranë? Shne? Sa vjet ke jeton në Tiranë? 26 vjet jeton në Tiranë. Të ka rënë të dish 2 gjuhët më të vështira të botës. Shumë faleminderit. 계기판하고 공조기하고 그것들을 작동하게 하는 데 또 있어 걸 모터나 알아야 될 걸 마키나 내 눈으로 내 말쓰나 시야시 엘렉트로닉